Sa nevrike janë shenjat e horoskopit në një botë ku të gjithë dukemi të qetë në sipërfaqe, por brenda zjejmë si vulkane të fshehura, ka diçka që na zbulon më shumë se fjalët. Shenja jonë e horoskopit, sepse çdo shenjë ka një buton të padukshëm, një pikë ku durimi thyet, zjarri ndizet dhe maska bie, disa shpërthejnë me zë, të tjerë me heshtje, disa lëndojnë, të tjerë largohen, por të gjithë në mënyrën e tyre. Mbartin një stuj të brendshme që pret momentin e duhur për të çliruar. Në këtë video, do të zbulojmë se kush janë më të nevrikët e zodiakut, cilët nuk din të përmbahen, kush shpërthen nga pasioni, e kush i fshen nervat pas një buzëqeshjeje të rreme. Derisa të jetë vonë, përgatitu, sepse kjo nuk është thjesht një listë horoskopi, por një udhëtim në temperamentin e shpirtit njerëzor. Dashi, 21 mars, 19 prill, nëse ekziston fjala shpërthim, ajo është shpikur për dashin. Ky është zjarri i parë i zodiakut, impulsiv, i drejtë për drejtë, dhe pa durim, kur e zemëron, nuk mban mlef gjallë. Por shpërthen si një shkëndij që djeg çfarë ka përpara, nervozizmi i tij vjen nga pasioni i tepruar. Ai do të veprojë menjëherë, nuk duron vonesa, as justifikime, por e bukura, pas 5 minutash, është sikur s'ka ndodhur asgjë. Ai shpërthen si stuhia dhe pastaj qesh me diellin. Demi, 20 prill, 20 maj, Demi është si toka, i qëndrueshëm, i duruar, por kur shkundet. Ndodh tërmeti, ai rrallë bërtet, por kur ndjen padrejtësi ose e ndjen veten të tradhtuar, nervozohet thellë, heshtur. Kur e humb durimin, zemërimi i tij është si një mur që nuk thyet lehtë, duket i qetë, por në brendësi mban një forcë që të trondit kur del në pa. Ai nuk është nevrik për gjëra të vogla, por nëse e godet besimin e tij, përgatitu për të parë një dëm të vërtetë. Binjakët, 21 maj, 20 qershor, të duket sikur binjaku nuk nervozohet kurrë? E keni gabim, ai është i lëvizshëm, i shpejt, dhe truri i tij punon si motor. Kur e lodh me fjalë boshe apo ngadalësi, ai shpërthen me ironi, fjalë therrse dhe sarkazëm. Nuk do të bërtas si dashi, por do të vrasë me batuta. Neuroni i tij është i lidhur direkt me nervin, ai mendon shumë, dhe kur mendon shumë, shpërthen shpejt. Gaforja, 21 qershor, 22 korrik, gaforja është emocioni vetë, nervozizmi i saj nuk del me zë, por me lot, me heshtje, me tërheqje. Ajo nuk bërtet, por ndjen çdo gjë 10 fish, nëse e prek aty ku e dhem, të familja. Ndjenjat, besimi, ajo mbyllet si guaska dhe s'ka më kthim. Nervozizmi i saj është si një det që duket i qetë, por poshtë fshet dallgë të frikshme. Luani, 23 korrik, 22 gusht, Luani është mbret dhe nervozizmi i tij vjen nga egoja dhe krenaria. Nëse ndjen që nuk e respekton, ai shpërthen. Nuk do të durosh një shpërthim, por një monolog mbretëror plot zë. Energji dhe si guxove, ai nuk e duron talljen, mosvëmendjen dhe mungesën e mirënjohjes, por nëse i kërkon falje me zemër, e harron po aq shpejt sa u ndes. Në fund të fundit, zemra e tij është më e madhe se nervat e tij. Virgjëresha, 23 gusht, 22 shtator, Virgjëresha nuk bërtet, ajo kritikon, nervozizmi i saj është logjik, ajo e shet çdo detaj që nuk shkon dhe nuk e duron kaosin, nëse e çrregullon botën e saj të rregullt. Përgatitu për një seri analizash, vërejtjesh, dhe pse nuk e bëre kështu, nuk është ligë, është perfeksioniste, por kur e tejkalon durimin, e ftota e saj therr më shumë se zemërimi. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor, peshorja uren konfliktet. Por brenda saj janë dy zëra që zihen çdo ditë, kur ndjen padrejtësi, mund të shpërthej papritur, një lloj zemërimi elegant, në vend të fjalëve të rënda, përdor një ton të ftohtë që të djeg. Ajo nervozohet kur ndjen që humbet ekuilibrin ose kur dikush e trajton padrejtësisht, por në fund do të kërkoj paqe, sepse urrejtja për të është barë shpirtërore. Akrepi, 23 tetor, 21 nëntor, akrepi nuk është thjesht nevrik, është vulkan. Kur e lëndon, nuk shpërthen menjëherë, e mban brenda, e ushqen, dhe kur del, djeg gjithçka. Ai nuk bërtet shumë, por shikon drejt në sy. Dhe mjafton ai shikim, nervozizmi i tij vjen nga ndjenja e tradhtisë dhe kontrollit. Nëse ndjen se e manipulojnë, shndërrohet në stuj, por në thelb, zemërimi i tij është dhimbje e thellë.
Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor. Shigjetari është zjarri i lirë, nuk duron kufi, gënjeshtra apo pesimizëm. Kur nervozohet, flet shumë, por fjalët i dalin të sinqerta si plumba. Ai e uren hipokrizin, shpërthen. Largohet dhe pas pak qesh me veten. Nervozizmi i tij është i shpejtë, por nuk zgjat, sepse ai nuk di të qëndrojë gjatë në errësirë. Bricjapi, 22 dhjetor, 19 janar. Nervat e bricjapit janë të ftohtë. Ai nuk shpërthen me zë, por me qëndrime. Kur nervozohet, bëhet akull, të flet me fjalë të pakta, por çdo fjalë është e rëndë, e zemëron paaftësia. Dembelizmi dhe mungesa e respektit, në kokën e tij gjithçka duhet të ketë kuptim, kurse ka, shpërthen nga brenda, jo jashtë. Ujori, 20 janar, 18 shkurt. Ujori duket i qetë, por është shpërthim logjik. Kur nervozohet, nuk bërtet, argumenton, shpjegon dhe pastaj të injoron si të mos ekzistosh. E zemëron padrejtësia, mendjet e ngushta dhe mungesa e lirisë. Ai mund të largohet pa pritur, pa fjalë. Dhe kjo është forma e tij e zemërimit më të fortë. Peshqit, 19 shkurt, 20 mars. Peshqit janë ndërrimtar, por edhe shpërthyes kur ndihen të keq kuptuar. Ata nervozohen kur dikush shkel butësinë e tyre. Në vend të ulërimave, mund të lotojnë, ose të mbyllen në vetvete për ditë. Janë si oqean, të qetë në sipërfaqe, por me rryma të forta poshtë. Nervozizmi i tyre është emocional, shpirtëror, jo nga e goja, por nga dhimbja që nuk duan ta ndjejnë.